أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمة الأفدريمة إتاقون بتم الله عز وجل صلوات والسلامة يدركوا محمد صلى الله عليه وسلم Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës së ciklit ligjëratave të Taravis. Jemi tek tema apo pyetja jonë në fillim të Ramazanit, pse duhet ta duam Allahun Azza wa Jall. Dhe jemi munduar me sjell motive nga më të ndryshmet për ta dëshmuar dhe për ta vërtetu sa Allahun Azza wa Jall duhet me dasht ma shumë se çdo gjë tjetër, ma shumë bile dhe se vetveten. Dhe motivi i radhës i sonton se pse duhet ta duam Allahun Azza wa Jall është se Allahu Azza wa Jall na jep mundësi, na jep shumë mundësi Zoti xhelalu ala. Jetën e përditshme njeri ka nevojë për afatizim, ka nevojë për mundësi. Ai i cili ka borxh, ka nevojë me ashty afatin e borxhit. Ai i cili gabon, ka nevojë me dhënë edhe një shans me përmirësu gabimin. Jetën e përditshme kështu veprojnë njerëzit. Edhe Allahu Azza wa Jall është më bamirës ndaj neve se sa çdo kush tjetër. Zoti më shumë na do neve se sa nona jonë që na ka bardh 9 muaj në barkun e saj. Andaj mos e mashtro veten, edhe mos mendo që dikush do më shumë se Zoti ty dhe mu. Allahu Azza wa Jall a dini sa e sa mundësin na jep Zoti më përmirësu. Dhe mundësi që na jep Zoti janë 3 lloje. Mundësia e parë është Allahu Azza wa Jall na jep mundësi për pendim pas mëkatit. Dhe këto e vrejmë jetën e përditshme. Dhe këto ka argumentu Allahu Azza wa Jall në shumë vende në Kur'anin famlar. Për shembull thot Zoti xhallahu ala: "Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a." O ju robët e mi, ose thuaj robët e mi, alladhina asrafu ala anfusihim, ata të cilët e kanë tepru me gjunahe, i kanë kalu limitet, la taqnatu min rahmatillah. Mos t'i humbin shpresat në mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Sa Allahu i fal gjitha mëkatet. Gjithashtu prej gjërave është se Allahu Azza wa Jall na jep mundësi pendimi, na afatizon pas gabimit që na bojnë. Allahu thot: "Wallahu yuridu an yatuba alaykum." Allahu ka qef që tu apranoj juve pendimin, që ju të pendonit të jaj. Wa taba Allahu alihim liyetubu. Allahu i inspiroi ata që të pendohen e Zotit ja pranojnë pendimin. Që ka thonë pejgamberi, Allah i gëzohet ma shumë për pendimin e robit vet. Ma shumë Zotit që ti po pendohesh, që e ke shfrytzuar një shans, një mundësi që ta ka dhënë Zoti se sa ti vet për pendimin ton. Andaj kjo është Allahu Azza wa Jall, Zoti jon xhallahu ala. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall na jep mundësi mu pendu pas gjunajit, se që ka në hadith, kur insani i bon gabim, kur robi më katon, Allahu Azza wa Jall ja jep një mundësi, thot me laqeve, mos e shkruni gjunajin e robit tem 6 orë. A kur e bon një të mirë, me njëherë me laqet bojnë garat, cila me shkujt më e para. A ku të gabojsh, Allah i thot pritni, mos e shkruni gjunajin e robit tem, nashta mos përpendohet. E nëse s'pendohet, pastaj e shkrujnë. A nuk është kjo mundësi? A nuk është kjo afatizim që Allahu Azza wa Jall ka dhënë afat? Që Allahu po të prit, helbet mos përpendohesh, se s'po do me denu Zoti xhallahu ala. Mirë po ka njerëz, fëmija mos bëni zhurmë se po ma humbi koncentrimin të ligjeru. Ka njerëz të cilët Allahu i jep afat, Allahu i prit,
jep mundësi, jam mbulon gjunohin, këta e qesin shesh vetë. Thot pejgamberi sallam, krejt umetit tem që pendohen Allah ja fal mëkatet. Përveç atyre robëve që i qesin mëkatet haptazi. I thanë, çka është ajo haptazi ja Rasulullah? Tha, bon natën një gjuna se ka pa kur kush veç Zoti e ka pa, kur çohet sabale, vense me msheja gjuna që e ka po, krenohet para shokëve. Krenohet para doslarëve të vetë. Edhe ju thot, e ku bo këtë gjuna, e ku bo filan gjunajnë, Allah në rujtë. Këta njerëz nuk i falë Zoti. Të ka dhona fatë Zoti, të ka dhona mundësi, ama ti pe ke shpërdorë mundësi. Për Ramazani ju më pyet dietarët dhe kanë thonë, nëse një rob bën gjuna dhe penduhet, edhe prap i kthehet gjunajit, a nuk është kjo ajgare me Zotin? Kanë thonë ulemoja, edhe nëse i kthehet 100 herë gjunajit, Allahi e prit mu pendu. Ja jep një mundësi, e afatizon, kjo është Zoti jonë. Për të arsye kalon në xhenet një derë babu tawbe, dera e të penduarve. Nuk ka kusht me hinë xhenet pa gjunahe. Në kuptimin e fjalës, pa qenë mëkatar në dunjë. S'ka ka kusht me hinë xhenet. Kemi ke gjunahe. Me po ka afatizime negative që Zoti jep për ata që nuk i do. Kuna zullumçarit. Allah i jep afat. Ai mendon që mirë të bu. E ke shpërdor afatin e Zotit dhe mundsinë e Zotit. Edhe do të pejgamberi Allahu jep afat zullumçarit derisa vendose me dënu. E kur ta kaplojë dënimi Allahu s'ka kam janë mbath. Nuk ka kush me pështu. Afati dytë është afati atyre që i kaplon istidraxhi, vetë mashtrimi. Ka hec, e kalon Zoti, ka menduar që të më mirë. Mirë po kujt bjerë, bjen unë dhe buzë, Allah i na rujt. A ka të ndëruar xhamat, që kjo afat që Zoti në mshel derën e këtij afatit, i s'ka don afati mundësia, më nuk ka mundësi, po ka. Momenti kur Allahu azza wa jalla tha, wa laysat at-tawbatu lil ladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an. Allahu nuk e pranon pendimin, apo nuk ka pendim për ata që bojnë keq edhe nuk pendohen derisa të arrijë vdekja. Kur të arrijë vdekja, thot inni tubtu al-an. Unë tash po pendona. Tash nuk ka mundësi mu pendu. Ka mbaru afati pendimit. E dyta, ky afat s'ka don dhe nuk vlen kur linde dilli nga perëndimi. Momentin kur paraqiten shenjat e mëdha dhe lind dilli nga perëndimi, më nuk ka pendim, s'ka afat mo, s'ka don afati. E treta është kur vjen koha me dorëzu shpirtin. Rabbi rji'un. O Allah, më kthem brapa. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Më kthem brapa që ti bëj punët e mira që si ku mbohet deri sot. Ose Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. O Allah, sukurse më kishe dhënë edhe pak afat. Fa asaddaqa wa akun min as-salihin, që t'jap lëmosh edhe të bona pi burrave të mirë. A ka pas raste që kriminalat mëdhaj këtij ummeti Allah i ka dhënë afat, ka pas plot. I ka dhënë afat Karunit. Ka qenë edhe pasanik, po edhe ka qenë zullumçar. Edhe Allahu i dha afat, mos po pendohet. Por kur su pendu Allahu do të fekhasefna bihi. I tham tokës qelu, edhe gëlltit e këtë kriminal. Ose rasti i dytë është Firauni. I dha Zoti afat. E porositi Musajin Harunin. Me usjell but helbet, mos më kthehet, mos më pendohet. Edhe kur e pa që është u fundos në deti, Allah i tha al-ana wa qad asayta wa kunta min al-mufsidin. Firauni kur e pa që mos ka ku me shku, deti po do me gëlltit, po do mu fundos, dëshiroj me ra shahadet edhe me dek me iman.
Ka arë transmetime që Gjibril a.s. ka gjelozu që ki kriminal i madh, që ka marrë guzimin me i thonë vetës ene rabbukumul a'la, unë jom zoti juaj më i larti, ka gjelozu Gjibrili që ki me ra shahadet, edhe me dek me shahadet, se që me i tonë. Ka anë transmetime që e ka marrë grushtin e vetë dhe i ka hedhë në goj uj. Edhe Allahu i tha, ata shtron men me u pendua? Ta shtron men që ka zota? Wa qad asajte wa kunte minal mufsidin. Maharat, shatë karon, dorë, më katë e kibo, s'kilon gjotë zetë pa bo. Wa kunte minal mufsidin. Dhe i kom për atyre që ka bo shkatrim tokë. Ta shtron men me u pendua? Gjitha të mundësi ti kumë dhonën. Të kumë dhona fatë, se s'u pendove. Ata shtron men da, vonë është ashtë. Edhe ajo fati ma i keq, ma i rondi është, kur njeri i ka shkujt dikujt mrapa, ka menu që është mirë. Edhe i ka shku mrapa, ka menu që i ka me qenë sukses shumë. Kur e shef që filanin e ka marrë dallar shok, e çka thot, ja wejleta, lejteni në me të khidh fulanen khalila, a kuku për mu, kuku për mu, kuku për mu. Qka kuku për mu? Sukur se mos ta kisha marrë jaran, haver, mik filanin. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh jani, shumë mire pa tani s'mu falë, taravit e para. Po kitë haverjem, shokjem, përshka kafës, adallani ani dhikr, më kanë zirë pi xhamis, më largoj pi taravis, pi përmenje Zotit. Ba'da idh jani, shumë mire pa tani s'taravive të para. O kene shëjtanu lil insani khadhula, e shëjtani përdor metoda me i lejthit njerëzit. Ta shoni far janani, ta shoni far haveri, me ta prish turbulliren edhe bukurin e Ramazanit. Vonë është, e kur ta shif që qikit ka deviju shka ndodh, ka deviju ai që ki menu që e ki kryetar, e ki udhec, e ki hoxh, e ki qka e ki? Qka thu, Rabbana e dhallana, sadetana wa kubara'ana fa dhalluna sabila. O Allah, kanë ra këta na kemi devjuve, kemi shku për masi, kemi besu qorrazi, kemi mendu që mire kanë, edhe na hupon rrugën edhe neve, jo veç vetë. Rabbana atihim dhi'fejni min al-adhab, wal'anhum la'nan kabira. O Allah, këta ju mbo sebeb në mërshit për kësaj rrugë drejt. Ta u bënë sebeb me nalun pa agjerim, pa namaz. Atihim dhi'fejni min al-adhab. Shtoja denimin këtive ma shumë, edhe malkoj me një malkim të malë. Kena ma malku një tjetër në Allah në rujtë, nëse si në dosh për Allah. Ama ka më kuën vonë, s'ka mu pranim pishma lëkur, nuk ka mu afat, s'ka mundësi tjetër. E ki pas mundësin që ke qenë në dunja. Ama si pendu, si kira pishmon, a dini sa njëri e merë guzimi e thot, a beson të mos i falë taravit, në qaf te me lemi. A dini sa qaf a utrash sot, e gjeja për në proma, sa njëri u morë në qaf, s'ka në taravit për një kafe, për një 5 minuta. Na shqiptarët e kena mara këto, në qaf te me ka uqë. Në qaf te me, në qaf të atine. Unë e kumë cekë se nuk është letë më koni mam. Të me dhebe tjera në taravia, si ti thush salavatët, rekatën e parë, të jatën e parë, s'ka nevoj me thomu. Si ta lezo subhaneken, fillim të ravis, mu s'ka nevoj me lezu. Të me dhebi jonë duhet me lezu subhaneken edhe salavatët. Me bu mu gutune, jo mi rikë në një shpejt. E loa gjematin për mas, edhe siknon gjemati, që atëri vjen qafta kësoq. Edhe dalin gjemati para Zotit, thojnë e kena pagu, biken rukua ga hoq, kur në herë së në tha, subhanë rabiel adhim 3 herë. Shkojsh mirëseshde, qa shumë gut ka hoq, kur në herë së në thonë, o Zotë, subhanë rabiel ala. Të me dhebi jo nuk në kur miknu salavatët, kur së ku mri miknu se shpejti ka hoq. Në fillim rekatit par, tret, u kun me kënu subhaneken të më dhebi jo në hanefi, kur së në ku më kënu? Se i graj ke shpejta ka hoq. E kena pagu, e kena zgjedh imam, i ka kërra rafal punve. E që tëre më zëdhët për qafën a kësuq. Ska qafë teme, por gjithësi është kjo mesele. Po shë Zotë i bëllë kom gjënat e mija. As një për juve si jahdu gjënat. Me të mijet edhe, po në ki përgjit në gjehnem Allah në rujt. Po më buva dhe që uve mja marra i Zotë në rujt. Shkojnë huq, me namaz, me vajz, me ketë. Qëtë ku gjomu për Allah.
Për të arsye dita e gjykimit thotë ishte vështirë. Të ndëruar xhamat, jeni të bindur atëre as evladi babos kam ja bo Allah. Se secili këshyr interesin e vet, secili këshyr me shpëtu pi xhenemit. Allah i ka thonë asaj dite yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ka me ik njeri pi shokit vet, jaranit, haverit, nonës, babës. S'ka më tron mend që ki pas babë, s'ka më tron mend që ki pas nonë. Se hallaka me madhe pasha Zotin e madh. Kthej kryen gjatas, ai vir, ki vir, ajo vir. Para unë në kohë luftës. Plumina ndena raketa kënena, a ki vak me fol me dikuna jo ty se cili e këshyr, cili me him me gjenë e birë më mshe. Luftë që shto është puna, po na ditë gjykimit ma të mërshme se luftë është e ditë. Por atë si Aisha u çudit kur i ka thonë pejgamberi kena me dal, çashtu që ne ka fol Zotit, pa bom sunet. Ka thonë ja Rasulullah, çish bëra ashtu? Edhe gratë edhe kret, o jo Aisha thot. Çaç hallaka me madh është, ty bën karam mend me këshyrën gjathas, majtas edhe drejt, se cili e ka hallin e vet. Çfarë halli? E ka përshkruaj Zoti në Kur'an. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adhab Allahi shadid. Allah thot në ditë gjykimit kemi pa njerëz sikur me qenë të pit. A ke pa që i ka pi? Njëri dukush me pak pi, dukush me shumë. Si të pijet mos di çka bën, herë gjatë, herë shmajt, i mshon banderin me kryes, dhe moj. Çashtu njerëzit kanë me shku Allahu po thot në gjykimit sikur me qenë të pit. Wa ma hum bisukara. Por nuk janë të pit. Walakin adhab Allahi shadid. Për shkak se dënimi i Allahut është çaqiron, ja u busullon njerëzve. Për shembull, hajde pelojmë të pimëm. Një njeri që e ka kaplu një dert, një brengë e madhe, u dapi grujës, ju ka smu e vladi, ka bun deshi, ajo kjo, del në banatore me ble hapa, 5 jarana i shef. A i fol, e qëshia e mirë, kjo hyq, e këshyra ma si fol. A i qetri, a i mirë qëshia, si fol. Edhe kejtë ullon njerëzit. Se mas na foli ki, falbe burë se, nështë të kumpase, ty besi kumpas ment e ti. Kum këshyru në drejta mas, kumpama në burë, u dash me çu hapët e shtëpia, u dash me çu infuzionin, u dash me çu. Kush po të bëj aty më bosi u hopt? Gajla. Allah na ujt harame pemja, ama në gjykimit ka me të hup derti, halli që e ki, ty bet kameron mend me këshyr. A me ly baba nona avlat, ja s'ka. Si cili e ka dertin e vet. Për të arsye ka thonë pejgamberi selam, qenoni hesapot këtë botë. Ma mirë kuçu një herë, shko te filani thuj më fal be burse, ta kum laku emrin. Kum fol kesh për ti. So dash pa që unë ndikova pi filan pi alanët. Më fal. Nëse të rëndon me fjalë, ma mirë me të rëndu tash. Ma mirë njerë me ullë kryt që tash, mu kuq, se ka marrë koha milionët mi avon s'ta fal, pasha Zotin e malë s'ta fal. S'ta bon halal. Thot po ti du të mirët që i ki boti. Edhe shka me bo. Pa kena të mira, aj mi marrë du, kimi marrë du, mu. S'po jetë më kusho s'po jetë. A ne qëto pak të mira që këtë ravi, që këtë agjem që përbojmë, le tjetë një farë mundësie që na me fitu gjenetin edhe mu afru të Allahu Azogjel. Kur kush o gjemat nuk e fiton gjenetin për shkak punëve të mira. Na bojmë punë të mira, ama s'ka shans me fitu gjenetin. I kanë thonë shokët, kur e kanë thonë këtë fjallë, pejgamberi kanë thonë, ja Rasulullah, wala ant, astia, pejgamberi Zotit po, Allah i të ka falë kalumët, tashmët, tarmët, ti se mos ta fitoj gjenetin, kush ka me fitu ja Rasulullah? Tha wala ana asun, illa an yataghammadani Allahu bi rahmetihi. Vesh nëse Allah i përfshin rahmetin e vet, atëherë edhe unë e fitoj gjenetin. Për ndryshe, asune me namazin ten, me punët e mira që i kumbos se fitoj gjenetin. E nëse këto e pas ka thonë pejgamberi sallam, çka mbetet për mua dhe për ty o xhamat? Kjo nuk është mja up shpresët. Po kjo është mja qilë sytë njerë vetit e ka huesh, pasaj edhe juve që për vjelë një kratë burra, se na presin ditë fështira, na presin momente delikate, e se din kush qyshte ku ka me shkua dhe që ka me ndodhë me to. E kena këtë mundësi. E duam Zotë Gjellewala se Allahu na jep mundësi me bo mirë edhe me na shpërbli shumë. Një më të mujë është Ramazanit, kena bot mira, kena bot këshia, e kena përzi pak. Ramazan thërat një thërës dhe thot, ja baghi el khejri aqbil. O ti që ki bu mirë, vazhdoje, afrohu, shtoje dozën. O ja baghi el shërri aqsir, o ti që je shërragji, bon keq, ndale be pak Ramazan, a hiç po t'vjen marra, Ramazan be është, a i qetri krishtar, a i qetri ortodoks, pi vjen marra me kallë cigarën ndër si ty se puninon, pi vjen marra me hongër me pi ndër si ty. A i qetri ka bo mu 60 jetë me dalë në penzijet, me djekje, cigarën, kafën pik ditës, la ilaha illallah, po shkove që të shpjevu të pikave, ose merën tankshtel, kafë është të në kjarë pije,
çka dush bon? Ma hapë të me dalë. Ose ki vend është musliman, njerëzit kanë agjëru, atëre kur nuk u dash me agjëru, kanë agjëru kur kanë pështy gjak për goje, as për vjen marrë për plakit të 80 punin on. A ka uashtë në përpunoj, punë, di që përpunoj, se këtë të punu. Ama besh hapë me dalë, pa pikturpe, pa do të pasë pak njeri karakter. Allahu ta dha këtë mundësi, mustuis ma këtë dhonë o Zotë. Ta dha mundësin me përmesu të kalumën, ta dha mundësin me përmesu të ardhmën. Dëshmoja Zotit, thuj Allahit faleminderit që ma dha dhe që këtë shansë o Zot, se di ma imi gjallë Ramazanit që të gato është ta një vjetë. E qush e dim na, i thojmë Zotit faleminderit që na dha këtë mundësi Ramazan, mi përvjel kratë edhe me përnu këtë mundë bekum të Ramazanit. Që kjo është mirë njohje, ndaj mjesit sa Allah. Andaj Allah edhe na jep mundësi me bo mirë, po edhe na jep mundësi me na stërfishu s'problemet. Mi plotësu mangësit e 11 mujve që e kemi pasur as Ramazanit. Andaj shfrytëzoni mundësitë e Zotit, se pasha Zotin e madh ka marrë koha kur kena me kërku mundësi, kena me kërku me na shtyja fatin e mas ka shtym afatit. Edhe për fund, a dëshiron që Allahu Azza wa Jall me dhon mundësi, atë edhe me ta afatizoj vllavin tonë. Të ka bosh dikush diçka, shtyja afatin. Çfarë që ja shtyn afatin këtë dunja vllavit tonë, që ashtu ka me ta shtyja afatin Allahit, pendimit, gjunaheve edhe gabimeve tua. Elus Allahun që Allahut na mësoj të shfrytëzojmë mundësitë që Zoti na jep. Elus Allahun që ku të bëjmë keq, Allahut na japë afat edhe mos na shëroje gjunahin që e bëjmë. Elus Allahun na falë mëkatet tona dhe të na pranojë këtë ditë muaj bekulm që kalum. Ajete mësimire walhamdulillahi rabbil alamin.